Ndroqit nuk ka ndodhur kjo, në përgjithësi. Në gjithë rrethinat e ndroqit. I keni pas të shenjtë. I kena pas të shenjtë. Domethënë ta vin nga stërgjyshi, gjyshi kështu babi për shembull se sot nuk e ka më. Kështu ka shku trashëgimi, unë më gjoja ka babi për shembull që thoshte këta janë shekullor. Po gjyshi i thosha unë, ç'a thoshte për këta? Janë shekullor. Po stërgjyshi, ç'a i ka thonë gjyshit? Janë shekullor. Tani themi që jemi me fat që jemi këtë mrekulli të natyrës. Kjo është e natyrës, domethënë. Lulje me fat lulon. Një fat i madh për Shqipërinë edhe për zonën e Tiranës, për Lulin, për gjithë zonën rreth, është fat që neve kemi të bardhën e Tiranës. Sepse e bardha e Tiranës është një nga varietetet autoktone që gjendet në këtë zonën e Shqipërisë mesme, por ka disa studime të realizuara nga studiuesit e Bankës Gjenetikës Botërore, të cilët kanë vërtetuar në analizat e tyre gjenetike që e bardha e cila gjendet në zonën e Puljas dhe Blanka e Ankonës është e njëjti varietet nga ana gjenetike si e bardha jonë. Çdo thotë që lëvizjet që kanë bërë shqiptarët ose trojet shqiptare kanë lëvizur bashkë me ullirin dhe kanë përhapur këtë kulturën tonë, këtë kulturë që ka me zdeu, këtë trashëgimi aq të mirë, saqë kjo duhet heci, duhet vazhdojë dhe me brezat që do vinë.